Ekipi i Orikut ndalet në një barazim 0-0 në ndeshjen vendimtare përballë Luftëtarit në takimin e luajtur ditën e diel në fushën sportive të qytetit të Orikumit. Në një takim i cili ishte zhvilluar në një atmosferë mjaft të zjarrt, me një numër mjaft të lartë të sportdashit në shkallët e fushës sportive të Orikumit, ku nuk kanë munguar dhe ata nga Gjirokastra, takimi ka qenë mjaft i luftuar nga të dyja skuadrat, megjithatë deri në fund ndeshja ka dalë vetëm 0-0. Një rezultat i cili i ka mjaftuar ekipit të Luftëtarit dhe që ka hedhur një hap të sigurt drejt kalimit në kategorinë e parë, ndërkohë që tashmë ekipi i Orikut duhet të mendojë për fazën play-off. Pjesa e parë ka qenë e barabartë me të dyja skuadrat, ndërsa pjesa e dytë ka folur krejtësisht për ekipin e Orikumit, që ka kërkuar golin me ngulm, por nuk ka arritur dot të shënojë pavarësisht rasteve të shumta. Të dyja skuadrat mbeten tashmë me pikë të barabarta, por ekipi i Luftëtarit është përpara për shkak të golaverazhit dhe ndodhet në vend të parë të renditjes në grupin B të kategorisë së dytë. Për ekipin e Orikut, vëmendja tashmë shkon tek faza play-off për të arritur objektivin që ka këtë sezon, ngjitjen në kategorinë e parë.